Ujku dhe 7 kecat. Na ishte një herë një mamadhi që kishte 7 keca. I donte aq shumë kecat e saj, si çdo nën fëmijët e saj. Një ditë ajo donte të shkonte në pyll që të siguronte ushqim për kecat e saj. Prandaj i thiri 7 kecat e saj dhe i këshilloi: "Fëmijë të dashur, unë po shkoj në pyll. Kini kujdes nga ujku, se në qoftë se ai vjen këtej, ju përlan me gjithë kocka e lëkur. Ujku i lig kalon shpesh i maskuar, por ju do ta dalloni atë nga zëri i ngjirur dhe këmba e zezë." Kecat e vegjël ju përgjigjen një zëri të bindur mamas së tyre: "Mama e dashur, ne do të tregohemi shumë të kujdesshëm. Ti shko pa merak." Nëna Dhi u largua e qetë, por nuk zgjati shumë dhe dikush trokiti tek porta, që i thiri kecave: "Fëmijë të dashur, jam mama Dhia dhe ju kam sjell për secilin diçka të mirë nga pylli." Kecat e vegjël e njohën menjëherë zërin e ngjirur të ujkut dhe e kuptuan që ai ishte ujku, jo mamaja e tyre. "Jo, nuk ta hapim derën. Ti nuk je mamaja jon. Ajo ka një zë të ëmbël dhe të dashur, ndërsa ti ke një zë të ashpër. Ti je ujku." Ujku i djallëzuar shkoi tek një shitës cingërimash dhe bleu një copë të madhe dhjami, të cilën e hëngri për të kryuar fytin dhe për të zbutur zërin. Ja ku erdhi përsëri te kecat, trokiti te porta dhe ju thiri kecave: "Hapeni derën, fëmijë të dashur, jam unë mamaja juaj dhe kam sjell për secili nga ju diçka të mirë." Por ujku kishte vendosur putrën e tij tek dritarza poshtë derës. Fëmijët e pan dhe thirrën: Jo, nuk ta hapim. Mamaja jon nuk i ka këmbët e zeza. Ti je ujku." Ujku menjëherë vrapoi tek një furxhi dhe ju lut atij: "Jam rrëzuar dhe kam vrarë këmbën, ma lyej këmbën me brum." Por sa furxhiu i vuri brumin në këmbë, ai vrapoi tek mullixhiu dhe pastaj i tha atij: "Ma lyej putrën me miell të bardhë." Mullixhiu menjëherë pikasi që ujku donte të mashtronte ndokënd dhe u mundua t'i shmangej, por ujku e kërcënoi: "Në qoftë se nuk i bindesh urdhrit tim, do të gllabëroj me gjithë lecka." Mullixhiu i gjor u friksua dhe ja leu putrën me miell. Ja kështu janë njerëzit. Egërsira e lig shkoi për të tretën herë tek porta e shtëpisë së kecave, trokiti dhe ju tha: "Ma hapni derën, fëmijët e mi. Mamaja është tani tek dera dhe ju kam sjell për secili nga ju diçka të mirë nga pylli." Kecat ju përgjigjen: "Na trego putrën që ne të bindemi se ti je mamaja jone dashur." Ujku vendosi putrën në dritarzën. Ata porsa pan që putra ishte e bardhë, besuan menjëherë që ajo ishte mamaja e tyre dhe hapën derën. Por ai që hyri ishte ujku grabiqar. Kecat u tmerruan dhe donin të fshiheshin. Njëri u fut në tavolinë, i dyti u fut në krevat, i treti në sobë, i katërti në kuzhinë, i pesti tek rafti, i gjashti në govat dhe i shtati në kutinë e orës. Por ujku i gjeti që të gjithë dhe nuk vonoi shumë, por i kollofiti në barkun e tij që të gjithë, njëri pas tjetrit. Të vocklin që ishte futur në kutinë e orës ai nuk mundi ta gjente. Pasi lëpiu buzët i kënaqur për gjaun e tij, ja mbathi në një lëndin, u shtri në hije në një peme dhe ja futi gjumit për 7 palë qefe. Pas pak erdhi mama Dhia nga pylli. Por ç'të shikonte e gjora Dhi? Porta ishte e hapur 2 kanatesh, tavolina, karrige të gjitha ishin kthyer përmbys, govata ishte bërë copë çik, kuferta dhe jastëkët ishin bërë zhubël mbi krevat. Kërkonte e gjora mëm gjithandej kecat e saj, por ata s'ishin as gjykundi. I thiri që të gjithë në emër njëri pas tjetrit, por askush nuk përgjigjej. Më në fund, kur ajo thiri më të vocklin, një zë i holl u përgjigj: "Mamës, jam këtu, te kutia e orës."
ajo shkoi menjëherë tek ai dhe nxori nga skuta ku ishte fshehur I vogli I rrëfeu ç'kishte ndodhur, që kishte ardhur ujku dhe I kishte kullufitur që të gjithë vëllezërit e tij. Besoi e parafytyroni sa lot të hidhur derdhi nëna për fëmijët e saj. Më në fund, ajo doli jashtë dhe keci I vogël e ndoqi nga pas. Por posa doli në lëndin, pa ujkun të shtrirë gjërë gjatë dhe po gërhiste aq fort sa që dhe degët e pemës dridheshin. Ajo e këqyri me kujdes ujkun nga të gjitha anët dhe vuri re që në barkun e tij teje të mbushur diçka lëviste. Dhënë të Zotit që kecat e mi të qorë që ai ka golltitur të jenë ende gjallë. Menjëherë keci I vogël vrapoi në shtëpi sipas porosisë së mëmës dhe solli që ande e gërshërët, perin dhe gjilpërën. Mamadia I çau barkun grabiçarit dhe sa po bëri prerjen e parë, hop nxori kokën e vockël njëri kec. Mamadia vazhdoi të priste me gërshër dhe menjëherë dolën njëri pas tjetrit të gjithë kecat dhe të gjithë ishin shëndoshë mirë pas një dëmtim, sepse ujku neps qari kishte kullufitur pa I përtypur fare. Të gjithë u gëzuan pa mas. Gëzimi ishte I pafund. Kecat hidheshin në prerjen e mamadis, luanin dhe kërcenin si dasmorët rrethnuses, por mamadia I këshilloi të shkonin dhe të merrnin ca gur që t'ja mbushnin barkun e gërsirës grabiçare, ndërsa ishte ende në gjumë. Menjëherë kecat ju vun punës dhe sollën gurët, ja futën ujkut në bark, aq sa I nxinte barku. Mamadia pastaj ja qepi barkun me nxitim që ai të mos e vinte re dhe të mos lëvizte më nga vendi. Kur ujku u zgjua nga gjumi, bëri të ngrihej më këmbë, por meqense gurët I dhanë shumetje, donte të shkonte tek një burim aty pranë. Sa po bëri të hidhte këmbët gurët në barkun e tij, u rapullyen. Ujku bërtiti. "Ç'është vallë mu në fund të barkut tim që rrogulliset dhe rapullin. Mendova se ngra keca të njom, por ata qenë kërkëshin të rëndomt." Me si arriti tek burimi, u përkul të pinte ujë, por gurët në bark e rënduan trupin e tij dhe ai rapluq në fund të ujit, duke u çarë dhe hungëruar dhe u mbyt. Kur e pan kecat, shkuan menjëherë atje dhe thirrën me gëzim. "Ujku mbyt! Ujku u mbyt!" Gëzonin dhe qeshnin me mamadhin rreth burimit të ujit.